si shikoj unë do ketë një fragmentizim të ri të parlamentit. Edhe nga këta forca reja politike që të futen, por nuk do doja që të thuaj një opinion, unë e kam kokë time se sa do dalë rezultati. Më thuaj se s'po hedhin baste. Nuk e di se them sepse mos duket që po e dëmtoj. Po mirë afërsisht. Po si do ta dëmtosh ti me parashikime? Se si e zoti? Nuk do të ashtu, nuk e them. Domthon, a do ketë një rënje apo ngritje drastike krahasimisht me zgjedhjet e fundit e kam fjalën unë? Nuk mund ta them e dashur motë. Okej, pra humbjen e thua, se humbjen e vure bast. Jo, as te nuk po ta them. Jo, ti the, se unë do t'i futh këmbët Berishës. Jo, nëse fiton. Do ta fitoj, pra do t'i futh këmbët. Po mund të fitoj zgjedhjet Berisha. Po ti e di se do puthësh fitoj, këmbët vërteti, po ti e di që s'ndodh ajo tani. Po i gabim, mund të fitoj zgjedhjet. A mirë. Ja bëj zmetin, gjithë gjëra thotë do ketë zhvillim, do ketë gjëra, ti shohim. Tani mos e luaj edhe këtë kartë. Jo. Se ai bas që ke vënë ti publik ai. Jo, bas publik, po. Është shumë i qartë. Edhe unë uroj ti dali. Dali më. Nuk e kam për turp fare, ti ulim gjoj, ti kërkoj falje, ti puth këmbët. Meqense nise, por nuk e bitise bashkëpunimin me të rinjt, ke pritshmëri që do të marrin mandate? Niveli dobët. Në tërësi. Le shumë për të shëruar. Mirë, po të kishe bashkëpunuar ti nuk do thoje kështu. Se ti deklaratën e parë the që me të rinjt Shqipëria bëhet. Më dëgjoj. Po. Unë i njoh gjithë. Po ju them që përpara një viti, 2 vjetësh, këtyre trive i kam kërkuar që i kam thonë një gjë. Nuk jeni politikan. Do duhet që në opozitën të bashkëpunoni me partinë e madhe opozitare. Nuk ka rëndësi që çfarë mendime ndani ndryshme, opinione ndryshme, apo keni qasje tjetër në raport me gjëra. Por në momentin e parë që të futeni në politik, këmbët do duhet që jeni afër partisë politike, afër opozitës, ose minimumi do të bëni një federat veçantë nga i pari deri i fundit gjithë si partitë vogla opozitare. Se po të shikosh, mbledhësh gjithë votat e partive opozitare të vogla, edhe votat e Partisë Demokratike e kaloi Partia Socialiste, kaloi 42%, krahasuar me 39 që ka edhe më shumë, 39.1. Pra ose gjithë partitë e vogla dhe shkojnë dëm vota se po të ishin sistemin proporcional, të ishin sistemin kombëtar dhe jo proporcional rajonal, sigurisht bëhet sens që secilët ishin vetë sepse edhe një vot nuk shkon dëm, do të llogaritet edhe presja dhjetore. Ndërsa tani ato në përqarje do shkojnë dëm vota budallikshit këtyre. Dhe kjo është gjithë historia, gjithë problemi. Pra, mos kesh memori ose mos kesh vizion politik si i ri, që bashkosh gjithë nga i para deri i fundit, është budallik shumë i madh. Ti më mend kaq përqind kaq, po ti bashkosh ato janë gjithë përqind për ti. Po bëj grup parlamentar, po do ishte determinant për politikën, do ishte politret shumë i fuqishëm që mund mos fitote as Partia Socialiste, as Partia Demokratike. Hajde më jep shpjegimin më tani që se bën ato. Janë diletant politik. Pas asaj që të ndodhi në PD, s'ke pasur asnjë shkëmbim komunikimi as me Berishën as me një tjetër, ë? Jo. Zero. Tani dua ta mbyll me këtë, meqense është dhe pak kështu komike deri diku deklarata e kryeministrit që je gjeldeti, nuk e lidhje me kënetën, shumë dakord, vlerësim është ky, po e thën në ato lloj forme. Të ka vendosur një kusht që do vish në Partinë Socialiste nëse do, por duhet të dezinsektohesh më parë. Çfarë kanë kuptuar me këtë për ne që se kemi kuptuar? Edhe unë. Apo thjesht batut për me kalu? Edhe unë, një të përgjigje i kthej zotit Rama. Që do duhet të dezinfektohet nga njerëz, do të dezinfektohet zoti Rama nga ato që ka rreth vetes. Vjen era e rënd, pislikut, ndonse ka filluar ajo, në kuptimin që po të shikosh në listat zgjedhore ka 25% janë 33-ja dhe i ka lënë listën e hapur që nuk përdor termin që të hanë kokët e njëri tjetrit, është shprehja e famshme që ka thënë Rama, të hanë kokët e njëri tjetrit, që do eliminohen disa që do jenë në parlament ose në politikë, të cilët kanë gjunafe miguris për shkak të erës keqe që bën të korrupsionit apo të problemeve të tjera. Dhe do duhet që do vi një moment që do jetë një alternativë e re të opozitës në tërësi, e cila do të dezinfektojë totalisht kundërshtarin e vet politik. Pra, se duket ky kushti që i vendose ti si nuk e realizon dot ai, kështu që i bie mos shkosh edhe ti kur asnjëherë aty. Tani jo domosdoshmërisht nuk ka burra të mirë brenda Partisë Socialiste, të ndershëm, korrekt, apo si edhe
ka në Partinë Demokratike, jo domosdoshmërisht në opozitë nuk ka burra të ndershëm dhe gratë të ndershëm, të gjithë janë të ndershëm, por që ka edhe pisë të bërë pisë aty, ato dy kampët i kanë të gjëra. E rëndësishme është që pjesa shëndosh të jetë më e madhe shumë herë se sa pjesa e pisët e njerëzve të korruptuar brenda dy forcave politike të mëdha. Nëse ka një pjesë shëndosh e mundet pjesën e dobët, pjesën e pisët, është vlerë gjithmonë, unë kështu shikoj. Okej, për të gjithë ata që mund të jenë na jenë bashkuar në audiencë në këto momente, pra e mbyllim me një fjali që ti je i hapur për të shqyrtuar çdo mundësi pa vija të kuqe deri më 11 maj. Nuk them kështu. Po, jo po kujdes. Morali? Jo ashtu. Ky ishte. Morali është ky. Që unë do ngelem. Kishe Lulzim Bashën vit kuqe, po, më fal. Morali është ky. Do ngelem po e gjeldeti që kam qenë, që nuk bëj kompromis në shitjen e lirisë time. Në çdo vend, në çdo institucion, në çdo parti, në çdo qeveri, në çdo kudo gjë që unë do të jem siç ka pas edhe drejtësi dhe kam edhe këtu. E kam të panegocjueshme lirinë time politike dhe lirinë time personale në kuptimin të aktivitetit që duhet përmbush. Garancia ime është ajo që unë e bëj me pasion, me dëshirë dhe i pa korruptuar. Kjo ajo që cilët bëj. Të afroj unë. Kush e mendon si mua, unë do të punoj dhe do të bashkëpunoj. Kush nuk e meriton, nuk e mendon si mua, sigurisht jeta nuk është vetëm qenien politik. Apo në ka edhe gjëra më të rëndësishme që është familja, është atë dheu dhe është aktiviteti im personal i familjes sime që unë bëj me shumë qejf. Mua që më shikon ti këtu motër, jam nga ato njerëz që laj pjata. Jam ato njerëz që punoj arën. Që pasoj dhe plejon ke lopët. Unë se ka për turp, edhe kur ishe deputet, edhe që jam deputet dhe gjithë do jetë. Pikërisht pra, nuk jam nga ato njerëz. E kam zerrat e kompleksitetin. Po jo, kompleksiteti është pjesë aksesori i mendjeve të vogla. Kanë këto arrogancën fryrën. Unë edhe kryeministët jem nesër, edhe presidenti jem nesër, sjellja ime në raport me ty dhe me gjithë qytetarët do jetë po kjo sjellje e thjesht, jo arrogante. Po si jashtë në vendet ku ne aspirojmë të shkojmë, udhtojnë me autobus, me tren, i kemi parë ne, po pra, kështu që është kjo. Do ta mbyll edhe një gjë tjetër. Jam i vetmi politikan i cili kam publikisht kam dhënë numrin tim të telefonit në aulën e foltorën e parlamentit. E din gjithë qytetarët shqiptarë dhe mbi telefonin nga gjë. Dhe jam i vetmi politikan që edhe në takime me diasporën kam dhënë numrin tim live. Dhe unë hap çdo lloj telefoni, me emër, pa emër, me screenshot, me gjithçka. Nuk fiket kur telefoni im. Ky jam. Pse? Sepse nëse du liri të plot, do të merrem vetëm me privat. Përdesa jam person publik, do duhet të shpesh qytetarëve. Dakor se telefonin ta hap të shkruan dhe ta kthen së mëson edhe vetë Berisha kur e the ti, po ja që tek ty nuk ndodhi. Unë falenderoj shumë që të kisha në studio, shpresoj që ta kemi sa më të shpejt lajmin për një vendimarrje të ndën, sigurisht me në thelb pragmatizmin, siç bën e gjithë dynjaja, që kontributi jot të mos hidhet në kosh. Unë jam askush të t'jap këshillë, po përderisa kështu veprojnë të gjithë, pragmatizmi nuk është asgjë e keqe nëse e shoqëron njeriu, sigurisht pa shkelur ato parimet dhe siç ti e the lirin të ndën rreth parë. Kënaqësi që ishin emisionin pa shoq, të cilët unë ndjek, e lexoj edhe më fale, kur hap rrjetet sociale ose mediat, je treta në radhë që e kontrolloj për ditë. Jo, mirë, treta. Nuk e thash ç'është ashtu. Jo, tash, sepse ka edhe më ndaj, ka shtreg i gjerë sa është këtu. Nuk e bën. Ti treti në listë. 1, 2 tjera. Nuk është keq, por unë po i besoj. Jo, më tepër. Po më bëhet qefi për treshin se i treti i vërteti. Kështu që mund ta kesh dhe me këtë lloj. Jo, si që lexoj pa diskutim edhe